6 shtetas, mes tyre dhe një e mitur 16 vjeçe, janë arrestuar dhe proceduar penalisht nga policia e Lushnjës për vepra të ndryshme penale. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë arrestuan shtetasin SN 40 vjeç, banues në fshatin Kosovë Vogël Lushnjë, pasi ka ushtruar dhunë ndaj prindërve të tij. Po nga këta specialist u referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasit DG, 58 vjeç, banues në fshatin Karbunar, pasi u kap duke kryer punime pa leje. RS 60 vjeç, banues në Lushnjë, pasi ka bllokuar rrugën e banesës së vëllait të tij. Një shtetase e mitur 16 vjeçare, pasi është konfliktuar fizikisht me bashkëshorten e xhaxhait të saj. Specialistët e qarkullimit rrugor të DVP Fier referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin SHA 40 vjeç, banues të Lushnjë, pasi duke drejtuar automjetin ka përplasur një motomjet. Nga përplasja është dëmtuar drejtuesi motomjetit, i cili mori ndihmë mjekësore në spital. Në Komisariatin e Policisë Divjak është paraqitur shtetasi AK 42 vjeç, banues në fshatin Gradisht, i cili kallëzon se në banesë i kanë vjedhur disa vegla pune. Po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorit ose autorëve. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.